Çfarë këshille do t'i jepnit të rinjeve që janë të interesuar me bë karrierë në psikologji, fe ose politikë? E para do të dim se psikologjia është diçka jetësore. Edhe qysh prej fillimeve të saj, edhe dietarët islam kanë qenë ata të cilët kanë folë për shpirtin, kanë folë për zemrën, kanë folë për çështjet e mendjes. A kupton? E din se muslimanët janë të parët që të themi psikiatrin e kanë vendos brenda spitalit. Janë të parët. Kush? Ibn Sina ka qela i cili e ka zhvillu prej të parëve këtë tok terapi. Do më thonë terapin përmes bisedës. Ka shku edhe e ka ble atë peshkun që ka elektricitet, edhe ja ka vendos njerit në kokë. Do më thonë, ka fol i pari për skizofrenin. Libri i parë që flet për OCD-n, për vezveset, është i shkruar nga Ebu Zeid el-Belkhi në shekullin e 9. E jo kur paraqitet do më thonë dikon pas luftës parë botërore e kështu me radhë. Dhe muslimanët kanë qenë ata të cilët e kanë pa shërimin jo vetëm në një fushë, vetëm në një aspekt. Po qysh? Çka kanë bë? Është ndërtu xhamia. Në gjithë me xhamin ka qenë medresja. Do më thonë, në medrese është ushqy truri me dije. Apo. Aty ka qenë edhe spitali, që është qujtë bimaristan, maristan. Aty ka ekzistu fontana, uji. Sot kemi një sound terapi, ajo shpesh tingujt relaksus. Do më thonë, atëherë para so shekujve janë vendos uji, edhe të çështja e abdesit. Apo? Në xhami ka pas gjelbrim, kapsht, që më pas syni, me undi zëgjët. Okay? Pastaj, në xhami aty, shërohet shpirti. Ka komunikim njëri me tjetrin, ka bised njëri me tjetrin. Plus, ata të cilët nuk kanë pas mundësi, që me gjithë këto, ka qenë edhe spitali. I cili ka qenë pra në qendër, që mi pa njerëzit, me pas komunikim me njerëzit, edhe gjitha këto janë bë jo me pare të shtetit, jo me kontrol të shtetit, por me vakëfe, me njerëz vullnetar. Madje edhe njerëz të cilët janë dalë prej spitaleve, do më thonë, psikiatrike, jo është donë edhe pare. Që ai tash, se shpesher, si rezultat i mungesës financiare, njëri ka probleme edhe psiqike, kur punon edhe në fund mujt mbetet pa parë edhe ka probleme financiare, sigurisht se kjo ndikon edhe në psikologjinë e tij. Kështu që e kam pa njeriu si diçka që është i përbër prej këtyre komponenteve, të cilat e përmendëm më herët, e që duhet të gjitha të shërohet. Shpirti, mendja, leximi i Kuranit, ta dëgjohet zëri i bukur, zëri i ezanit, e kështu me radhë. Pra, të mirëme me dijet me vërtet, me ikre, me lexim. 2. Të njohim fen jashtëzakonisht mirë. E tash mundësia për me njoh fen, libra ka, ligjërata ka. Njëri duhet me qenë në atë moment kur i nënshtrohet Zotit, i beson Zotit, e kupton qëllimin e ardhjes të tij në këtë botë, e kupton qëllimin e ekzistencës, natyrën e kësaj bote që është sprov, është vërtetësi, kemi sprovu me humbje, me smundje, me gjitha këto. E pranon kaderin, e pranon caktimin e Zotit, e pranon ajo çka të ka ndodhur. Është caktimi i Zotit, që Zoti ngrit nivelet e tuaja në xhenet, këtë botë në botën tjetër, dhe ti fal gjuna. Dhe tjetër, kur i ke parasysh këto vlera, këto dije edhe gjitha, është politika ajo të cilat janë vendimet, që jetësohen gjitha këto vlera, gjitha këto ide, që ti mundson që ti realizosh për çfarë? Për një jetë më të mirë, për një jetë më domethënëse, dhe që ata të cilët e meritojnë, njerëz të mirë, të jenë zotët e këtij vendi.